Miq, mos harroni, sot Mosadi na ka sëmurur avokatin. Avokati si njeri korrekt që është të merr vetëm 20 minuta para për të komunikuar sëmundjen e vet, pamundësinë e tij për të ardhur. Për ta kuptuar se sa e rëndësishme dhe e rëndë situata, duhet ta kuptoni që avokat Goxha është detyruar sot të lejë enten e vet, enten e Goxhait. Por neve e kemi mbushur ditën, vazhdimin. Nuk do jetë i njëjti intensitet kohor siç është me avokatin, ku rrim më shumë se sa 5 orë. Por që do kemi Edvin Priftin, doktor, shkencëtar, ka bërë një super mega status kundër disa portaleve të cilën e kanë quajtur njëri i cili ka përhapur informacione fake, pra me të vendos një imbecil, një njeri që s'ka lidhje fare me mjekësinë dhe me shkencën, të thoj ty, të etiketoj ty si njeri që përhap, një shkencëtar që përhap fjalë kodi për Covid-in, pra false information. Ndërkohë na është ndodhur edhe ndryshimi i Spakut, na ka ikur Domani, na erdhi Klodian Bravo. Shikojmë tash, ky Bravo si do jetë? Do jetë i Spakut apo i qeverisë? Se ka shumë çështje. PSD-ja, Toyota Yaris, incineratorët, kanë firmën e këtij. Asnjë lloj nuk është zgjidhur. Do të flasim me Andrena Llabanin dhe me Kujtim Sagranin. Mos harroni, na ndiqni.